vetëm një fjalë jam më i men kur ka dalë prej burgut, kur ka thonë mos u merrni me lirimin tim, po merrni me pasojat e lirimit tim. Ato pasojat e lirimit ti po shihen sot. Po lën me kuptu që këtu 10 ditë e fundit që kanë mbet nuk do të bëhet zgjidhja për president. Jo, absolutisht ajo të ik, nuk ka shku diku. Edhe që nuk kupton me 7 qershor do të ketë zgjedhje. Me 7 apo 14 qershor, ndoshta do ta bën edhe një ankesë për me shty Kakoriku, se llogarit këto e ka një farë metode që vinë mërgata apo? Jo, e ka metode që mërgatën me nxit që populli i Kosovës është kundër mërgatës, nuk është populli i Kosovës kundër mërgatës. Ata janë njerëz tonë, familjar tonë, vllazërit tonë, gjithë janë ata tonë, por këta e krijojnë atë ndasie që po mundohet me kriju ndasi me përçarje, çish ka bë përçarje si në Maqedoni, ku ka shku ka bë përçarje kë. Edhe këtu mundohet mbrana popullit me përçar që për me arritën qëllimet e veta politike. Ti si qytetari i Republikës së Kosovës do me thonë nuk e voton, nuk e mbështet Albin Kurtin. Unë vetëm një fjalë jam më i men kur ka dalë prej burgut, kur ka thonë mos u merrni me lirimin tim, po merrni me pasojat e lirimit tim. Ato pasojat e lirimit ti po shihen sot, që Kosova është blloku, unë nuk e di cila zyre të Evropës e qelej pa e trokit. Nëse ai e qel një zyre në Evropë, shtetet evropiane, pa trokit, një kryeministër ose një ministër jashtëm, kjo tregon shumë. Kjo tregon shumë që janë mbëllët krejt. Politika ndërkombëtare është totalisht e mbëllët për ta. Pse ai duhet më shpjegu vetë. Opozitën si po e shef? Opozita është një situatë ku çdo veprim është që me maturin më të madhe maksimale, është, si me thonë, është të hecë me një 8 shpatës. Sepse propaganda ka që madhe, investimi në propagandë kundër opozitës është jashtëzakonisht i madh, që çdo veprim i tyre, çdo fjali mirët, çdo pikë presje mirët edhe konvertohet e qitet kundër tyne. Edhe janë të uru me një mënyrë vetëm për mos me ranë këtë situatë, sepse ai pe keq përdor edhe çdo fjalë që flet dikush i opozitës po merr kaje tjetër, po e orientojnë ka kaje tjetër. Faleminderit shumë, kënaqësi që u takon. Faleminderit.